Edi Rama po përpiqet ta mbrojë Belinda Balluku në emër të integrimit të Bashkimit Evropian. Në letrën e ankesës që i ka drejtuar gjykatës kushtetuese, thot se ka qindra projekte që ministria që drejton Belinda Balluku kanë duar dhe që kanë të bëjnë me integrimin në BE, e prandaj ministria nuk mund të pezullohet kurse si nga detyra. Jo, një nga arritjet e shtetit modern është ndarja midis funksionit dhe funksionarit. Funksioni është aty, funksionarët janë të ndryshueshëm, janë të zëvendësueshëm, smuret, vdesin, largohen, e prap se prap, makineria e shtetit vazhdon të funksionojë. Mirë, Edi Rama ka një përfytyrim paramodern, sultanor të pushtetit që po nuk ishte i besuar i tij diku, krejt shteti merr fund. Kështu që ministria që drejton Belinda Balluku mund të vazhdojë të funksionojë me një tjetër ministër, mund të vazhdojë të funksionojë me zëvendës ministrit. Dhe askush nga ne nuk mundet të jap një përgjigje racionale pyetjes se po të ishte në vend të Edi Ramës, pse nuk do ta shkarkonte Belinda Ballukun. Kështu që u përpiqem t'i shtroj për disa herë të njëjtën pyetje Edi Ramës. Çfarë të pengon ta shkarkosh Belinda Ballukun? Pse ke rënë nën standardet edhe të tuat që i ke pasur përpara disa viteve? Çfarë ka Belinda Balluku komprometuese për ty?